nga Leonard Koja në Window Radio.de. Miq, mirëmbrëma dhe përshëndetje, mirë se takohemi së bashku në këtë fillim fundjavë, pra sepse është e premte sonte dhe është, si themi, dita e parë e fundjavës. Uroj për të gjithë të jeni mirë, të keni kaluar mirë dhe të keni planifikuar diçka të bukur për këtë fundjavë. Unë jam Leonardi, live këtu nga studio qendrore në Gjermani, në puntatën e radhës Horizon, pra data 24 prill 2026 dhe ne ritakohemi sërish në Horizon. Duke ju falendëruar të gjithë dhe për vëmendjen dhe të gjithë ju që na suportoni dhe na mbështetni në çdo hap toni, në çdo emision, qoftë emisionin Horizon, që është emisioni im, qoftë dhe në emisionet e kolegëve të mi, pra mikrofoni e hapur me kolegun me studio në Londër, zotin Gels Paçuku, qoftë me ora poetike me Mozën dhe me Sandrin, që është ditë mërkur në orën 18:30, qoftë me emisionin Pa Kufi, me Deti Zogun me studio në Tiranë, qoftë dhe me emisionin Zëri i Diasporës, që është çdo të diel me Madiana Nuredinin në Padova në Itali. Pra, të gjithë ju falenderojmë dhe ju jemi mirënjohës pafund që ju na dhuroni kohë, na suportoni dhe jeni gjithnjë besnik të valëve Window Radio. Për të gjithë miqtë e ri dhe për të gjithë ata që kanë dëshirë për të ditur se ku mund të ndiqet Window Radio ka disa mundësi për të ndjekur, pra mund të ndiqet përmes website-it zyrtar windowradio.de, ku ju këtu mund të lexoni edhe lajmin dhe informacionin e fundit që ne përzgjedhim për ju, qoftë nga politika, sporti, showbiz, sociale etj., si dhe mund të dëgjoni muzikën 24 në 7 të përzgjedhur nga DJ Bledi, DJ Radios. Po ashtu, Window Radio ndiqet në dy platformat më të mëdha botërore të radiove, siç është TuneIn dhe Radio Box. Ju mjafton që njëra nga këto platformat të shkarkoni në pajisjet tuaja, pra qoftë në Play Store, qoftë në Apple Store, dhe të kërkoni Window Radio, aty mund të ndiqni emisionet tona live, qoftë edhe muzikën gjatë gjithë 24 orëve të ditës. Si dhe në platformën Radio Shqip, ku është platforma që ka të gjitha radiot kryesore shqiptare, edhe këtu e njëjta procedurë, pra mund të shkarkoni Radio Shqip dhe të ndiqni Window Radio. Po ashtu mund të kërkoni në Google Search windowradio.de dhe mund të na dëgjoni dhe aty emisionin live, po ashtu edhe përmes faqes zyrtare të Facebookut windowradio.de, ku ju mund të komentoni apo mund të dërgoni pyetje dhe ne në varësi të kohës dhe të mundësive mund të përzgjedhim një pyetje nga ju. Për të gjithë ata që kanë dëshirë të ndjekin ritransmetimin, pra që nuk kanë mundësi të ndjekin emisionin në plot, apo duan të ndjekin sërish emisionin, emisioni është në orën 3 pas mesnate në ritransmetim, ose në orën 21 me orën amerikane dhe të Kanadas. Por ritransmetimi, pra të nderuar miq, ku ju ndini dëgjohet vetëm në radio, pra përmes platformave që unë ceka më lart, jo në Facebook. Window Radio ndiqet dhe në shumë platforma të tjera, gjë që s'është nevoja që unë t'i përmend, po ashtu emisionin do jetë edhe nesër në YouTube në faqen zyrtare Window Radio hapësirë.de. Ju pra mjafton të bëni një subscribe dhe do ju vinë të gjitha emisionet që ne kemi apo programacioni që ne përgatisim për ju. Miqtë e mi, si çdo natë, çdo emision që jemi së bashku, unë ju kërkoj shumë miqësisht që ju të bëni një shpërndarje faqes së Facebookut të Window Radio, në përfaqet tuaja të Facebookut apo në grupe të ndryshme, sepse as ne, as ju nuk humbim, as nuk fitojmë diçka nga ana monetare, por fitojmë gjë më të madhe, sepse fitojmë miq të rinj dhe dëgjues të rinj që të bashkohen, dhe unë e them në çdo emision, Window Radio është vetëm e juaja dhe ne do përpiqemi në maksimum t'ju shërbejmë vetëm ju dhe çdo shqiptar kudo që ndodhet që ka dëshirë për të treguar diçka, për të promovuar, për të thënë një histori, për të
Pra, çfarë ai ndjen për të thënë dhe ka dëshirë për të thënë, vetëm të na shkruajnë përmes rrjeteve tona sociale ose në numrin zyrtar të radios dhe ne me patjetër do krijojmë hapësirë çdo kujt për të komunikuar sepse Window Radio është mendim i lirë dhe mendim i pa censuruar. Sikur e dini, unë nuk jam shumë i mirë në monolog, por janë këto gjëra që duhen bërë, këto kortezitë e çdo fillimi emisioni. Sikur ju e keni ndjekur dhe në njoftimin që ne kemi hedhur për emisionin e sotëm, pra kush do jetë i ftuar dhe ka patur vërtet reagime. I falenderoj të gjithë ata që më kanë shkruar edhe në rrjetet e mia sociale apo qoftë edhe në numrin tim privat. I falenderoj që kanë paraqitur interes, pra sonde kemi një të ftuar një zonjë e cila jeton në Londër, në Mbretërinë e Bashkuar, ku ajo duke qenë një person i ndërtuar, si thua nga ana profesionale, ajo po tenton të hedhë një hap të guximshëm të hyjë dhe në rrugën e politikës angleze dhe të na përfaqësojë ne atje në Londër. Dhe unë doja që të gjithë shqiptarët që jetojnë në Londër apo që jetojnë në atë zonën ku zonja do kandidoj, dhe doja që të afrohen para radios, të ndjekin emisionin dhe pse jo kur të jetë dita e votimeve të votojnë Linda Idrizin, sepse ne sa më shumë shqiptarë të kemi në për qoftë në politikë apo qoftë në fushat e tjera këtu në Perëndim, ne vetëm mirë kemi dhe është dhe krenari për ne që të kemi shqiptarë që na përfaqësojnë në për organet politike perëndimore. Pra atëherë kam të ftuar sonde Linda Idrizi. Mirëmbrëma zonja Idrizi. Përshëndetje zoti Leonard, faleminderit për ftesën, kënaqësi. Unë të jam mirënjohës që ju e pranut ftesën tonë dhe pavarësisht se është fundjavë, pra keni ato obligimet e familjes, ju pranuat që të jeni një komunikim me audiencën tonë dhe mirënjohje pafund për ju. Patjetër, gjithmonë për diasporën dhe për gjithë njerëzit që jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë, duhet të jemi të gatshëm. E pa diskutueshme. Faleminderit. Linda, ju keni një background të gjerë të arsimimit tuaj apo të profilitizimit tuaj. Për një dëgjues që nuk u njeh apo që është hera e parë që u dëgjon diçka shkurt për jetën profesionale tuaj, pra kush është Linda Idrizi, nga vjen Linda Idrizi, të tilla. Patjetër. Unë jam Linda, unë jam nga Shkodra. Studimet e mia unë i kam marrë në Shkodër, në Luigi Gorakuqi, universitetin e parë, pastaj kam lëviz në Tiranë, ku kam studiu për agrobiznes dhe kam bën universitetin tjetër të juridik në një universitet privat, gjithashtu kam marrë edhe 2 mastera. Kam qenë gjithmonë angazhuar me punë, kam punu tek një institucion tek dhoma e tregtisë për 7 vjet në Tiranë. Pastaj në vitin 2012 unë jam largu nga Shqipëria, jo për arsye politike, por kur jam largu të them drejtën si një provë, po shkoj për një periudhë krejt shkurt, në 6 deri në 1 vit. Dhe tashi jemi tu 14 vjet. Dhe ju pëlqeu dielli anglez apo pëlqeu qielli i gri anglis? Leonard, nga njëherë asnjëherë nuk i dihet se si të vinë rrethanat. Faktikisht du të jem krejt e sinqert, edhe unë nuk gjithmonë mundohem me thonë atë që mendoj, mu nuk më pëlqej asgjë them drejtën. Po njohja me bashortin. Okej, me fjalë Anglia paska la vetën, me fjalë sepse ju jeni dashuruar atje dhe keni mbet në Angli, pra ka qenë dashuria ajo që ka bërë të jetoni në Angli. Ju uroj vetëm fat dhe lumturi dhe të jeni një çift dhe një familje e lumtur. Faleminderit. Dhe kështu, domethënë, fillom ditë pas ditë, si thonë, vit pas vitit dhe as ti vetë nuk e kupton
sepse të merr ajo vala e jetesë, edhe nuk është e lehtë siç e din edhe ti, siç e din gjithë shqiptarët, nuk është e lehtë, absolutisht nuk është e lehtë. Fillimet e para nuk janë të lehta për asnjëri. Edhe nuk ke kohë të merresh më me veten, po fillon e merresh me jetën familjare dhe të merr ajo vala që s'din se sa vite dhe sa ditë kalojnë. Ka pas thënë një mik i imi kur erdha, se edhe unë në 2012 kam dalë nga Shqipëria dhe kam marrë në Gjermani, dhe një mik i imi më tha, Leonard, si ti pishta 2 gajbe ujë, ose si themi Shqipne 2 arka ujë, këtu tha, pastaj tha, të ka bë vendi për vete, tha dhe harroj se kthesh në Shqipëri. Dhe kështu që pra fillon njeriu pastaj të ambientohet dhe duke parë edhe disa standarde, duke parë edhe atë ndryshimin e madh që bëhet me Shqipërinë dhe pastaj fillon edhe ambientohesh. Po pra, emigrimi nuk është vetëm një largim fizik, themi drejtën nga vendlinja, por është një përballje që është një përballje me realitetin, me gjanat që fillojnë të formojnë si individ, sepse ne është ndryshim social më shumë se sa ajo largimi fizik, është ai ndryshimi social që ndodh dhe pastaj fillon e ambientohesh. Po, dhe ti mëson të përshtatesh, të kuptosh sistemet ndryshme të afër, se si funksionon vendi, se si funksionon qoftë në cilin vend të botës jashtë Shqipërisë, është të ndryshon. Nganjëherë po ta shikojmë ndryshon nga qyteti, le të themi, nga Shkodra në Tiranë ose nga Tirana në Vlorë, ndryshon jo më nga një vend tjetër komplet ndryshe. Linda, para se të shkojmë tek kandidimi juaj, pra ju keni mbaruar juridikun, keni punuar në dhomë tregtisë, bërë mastra, jeni specializuar edhe në angli. Kush është ajo, para se të shkojmë ke politika, pra jeta, angazhimi juaj në Angli, në Londër? Po, unë kam punu faktikisht në shkollë, kam banë mësim në shkollë gjatë këtyne viteve. Viti parë nuk është Tregtia Nikolajt, viti parë fillon me ato derisa ambientohesh, sa gjen punë, bën edhe punë lokale, restorante, është viti parë është pak i thomë ne challenge, është i fije. Pastaj faktikisht unë jam fut në fushën e edukimit duke marrë parasysh se kisha marru për mësuesi në Universitetin Luigi Gorakuqi dhe konvertova diploma dhe u fokusova tek fusha e edukimit. Kështu filloi faktikisht, por gjithmonë in the side, në një krah gjithmonë jam munduar me bë edhe punë vullnetare që të mësosh edhe gjëra pak më ekstra përveç punës që kisha të nevojshme për mbajtjen e familjes, për nevojat tona. Po jeni përpjesh që të keni edhe një angazhim social, pra një angazhim vullnetar atje në Londër? Po, gjithmonë, po. Sepse fillon edhe mëson gjëra të reja. Unë gjithmonë faktikisht çdo punë unë e kam shikuar gjithmonë si mision, kur para disa viteve unë kalova nga parashkollorët, unë kalova tek këto special need me nevoja të veçanta, me nevoja. Po, edhe kur e kam filluar të drejtën, e kam filluar si një mision për një kohë caktuar, sepse ne nuk duhet ne nuk duhet që të ngulemi në një vend gjithë jetën, sepse shiko, koha evolon, duhet të flemi rradhën e disa tjerëve dhe edhe për atë shkoq sa unë mendova se duhet t'i përkushtohem, e kam shikuar si mision. Domethënë si mision, jo si punë, po si një mision që unë du ta bëj deri në një X po. Shumë bukur. Linda, ju kandidoni në komunën, si quhet kjo, Siris? Kjo quhet komuna Sari, është jashtë zonë, domethënë afër zonës 6, jashtë Londrit, sepse është më 25 për njerëzit që jetojnë në Londër mund ta dinë. Dhe jam për qytetin Cobham edhe Oxshott. Është një zonë diku me 20.000 banor. Goxha e madhe, sepse kena Këshillin Bashkiak të lokal tani në datën 7 maj
Dhe kur e kam fillu, e fillova si s'po thash më parë, unë I filloj faktikisht kam një dëshirë të filloj gjanat si mision, e fillova si një punë vullnetare. Pra, ju nuk esi me projekcione kështu që të bësh projekte të ideosh, bësh projekte, pra përpiqesh të jesh ajo linda naturale, pra të vinë gjërat në mënyrë naturale. Po, unë mundohem të jem, sepse duke qëndruar në Angli u ban 14 vjet, ti takon shumë lloj njerëzish dhe dëgjon shumë historina shumë ndryshme, edhe nganjëherë thu si nuk e kam forcën që ta ndihmoj. Shiko, jo vetëm shqiptarët, edhe vendasit, çdo lloj komuniteti, edhe dëshiron që ta kesh atë forcën, atë fuqinë që në atë moment që njëri çan hallën, siç I thonë ne nga Shkodër, ta çan një hall, që ti me gjithë forcën thu si se kam këtë mundësi që t'ja lehtësoj sadopak. Edhe kështu ka fillu faktikisht. Isha pranë komunitetit, me emaile, ka njerëz të mosha të tyme, edhe kështu ka fillu, duke kanë offer komunitetit, duke u marrë një herë në muaj me pastrimin e qytetit vullnetar, që jena një grup prej 7-8 vetësh, isha pjesë e tyne, se më pëlqen me bën gjëra të bukura, duke u marrë me projektet, për shembull, për disa projekte të cilët ne nuk kishim autobusin për disa shkolla, duke bë petition, duke në kuptimin e fjalë që duke ngrit zanin që ky qytet ose kjo zonë ka nevojë për këto gjëra. Kështu ka filluar, domethënë duke u angazhu pa Ju kuptoj. Shiko, po mirë Linda, tani ti më 7 maj, pra ti, me fjalë ndjes edhe për mënyrën e komunikimit, po bëjmë një bashkëbisedim të thjeshtë dhe kështu natyral. Pra, duke patur parasysh që më 7 maj atje janë zgjedhjet e pushtetit lokal, pra zgjedhjet lokale. Dhe 14 vite në Angli, për 14 vite Edi Rama ka fitu 4 herë, me fjalë, është mandati 4, të bërë zgjedhje lokale, dhe e keni parë ndonjëherë si mundësi që ju të afroheni politikës shqiptare, pra të kandidoni në Shqipëri, sepse ju po thoshit për Londrën për të pasuar një herë në muaj, nëse kuptova mirë, apo keni bërë apelime të ndryshme për probleme sociale, për gjëra të tjera. Po imagjino se sa shumë probleme kemi ne atje në Shkodër, po marrim Shkodrën pa hyrë më gjatë. Pra e keni parë veten që jeni afruar, apo e keni menduar politikën shqiptare para kësaj anglezës? Unë faktikisht kam qenë e angazhuar në politikën shqiptare para se të largohesha. Kam qenë me forumet rinore, I thonë këtu e 14. Biles që në 2003 kam qenë në Shkodër me forumit me freshin, me forumit rinore, po duke marrë parasysh Leonard, masa majma në asaj kohë, janë shumë vjetë, I thonë 20 vjetë, duke marrë parasysh që asaj kohë ka qenë shumë e vështirë që t'i qasësh si një I ri, kanë qenë gjithmonë moshat e mesme, domethënë që janë fut gjithmonë në politikë, po diçka që mua më pëlqen tash kanë filluar me fut edhe rinin shqiptare, por patjetër që e shoh moshta në të ardhmen, nuk e di, një kohë të lartë, unë gjithsesi unë jetoj këtu dhe familjen e kam këtu, po pse jo mos me kenë edhe një urë lidhse, nëse unë zgjidhem, ose edhe nëse unë nuk zgjidhem, të cilën unë kam tash për shembull një projekt të cilën unë pa asnjë lloj, si të mund ty, përfitimi, unë jam në kontakt me librarit e këtyre zonave këtej, që unë kam marrë dhe kontaktet një nga zojat e qeverisë shqiptare që du të fus librat shqiptar në Londër, në çdo librari. Unë kam zero përfitim nga kjo. Dhe më thonë, më pëlqen që t'jem një urë lidhse, në qoftë se unë do më jepet mundësia që t'jem zani, jo vetëm unë, po gjithë shqiptarëve në përbotë dhe shqiptarë që janë për diasporë, kudo që ndodhen, qoftë Itali, qoftë Britania e Madhe, qoftë Gjermani, kudo që ndodhen, kur emigrojnë, fillojnë e krijojnë një background tjetër, ndoshta nga ato që jetojnë në Shqipëri, dhe pse jo duhet t'jenë pjesë e politikës, shumë biles duhet jenë 50%, sepse me sa kam pa unë njerëzit shohin tjera
tjera gjana jashtë, të cilat ne kena pas 50 vjet komunizëm edhe Krijohet një tjetër mentalitet apo krijohet një tjetër kulturë e të menduarit dhe këndvështrimit të mendimit ndryshe ku e shikon perëndimin. Dhe shiko, realisht Linda, si e mendon një emigrante shqiptare që mund ta fitojë pra të jetë në këtë këshillin lokal, pra në këtë komunë? Ose më ndryshe, si e shikon, si trajtohet emigrant? Okej, ju keni 14 vite, pra I thonë, bagi vite, po... Duhet t'jeni realista. Unë një kolektiv na vendas, sepse duhet të jenë dy këshilltar, për arsye të 20.000 banorëve, puna ka shumë volum. Dhe unë siç kam thënë dhe kam thënë edhe në 2 intervista tjera, e kam pas si një mision, në qoftë se Linda mendojnë që duhet ta votojnë, në qoftë se jo, prapë është kolegu jem, por nganjëherë është shumë e rëndësishme që me fut kultura të ndryshme. E kuptoj që nuk ndoshta një huj kushdo qoftë nga një vend evropian tjetër, qoftë Gjermani, qoftë Poloni, mund të jetë e vështirë për vendasit që të vinë, që të jetë këshilltar për bashkinë e tyre, për mini bashkinë e tyre. Por është diçka që është një frymë e re dhe gjanat miksohen traditat edhe fryma e re është diçka e bukur, mendoj unë. Siç do ishte e mirë edhe për Shqipërinë, për shembull, frymat e reja nga diaspora që të miksoheshin, duhet të ndërthuren njëra te tjetra. Do të pyes edhe atje, por shiko, duke pas parasysh ka shqiptare e zonë, që kanë drejt vote dhe si është komuniteti shqiptar e asaj zone, pra si është pritur ajo kandidimi juaj? Unë duhet jem realiste, unë kam menduar që nuk, sepse ne jemi diku jashtë Londrës, kam menduar që nuk kishte, kam menduar që kishte shumë pak, ndoshta 1%, por them drejtën kam arrit me gjetë shumë shqiptar në kohën e kësaj fushate dhe deri tash ju jam mirë njoh gjithëve, më kanë suportu duke marr flet palosje, duke marr këto stendat që duhet vendosen në oborrin e tyne dhe për gjithë ato që unë faktikisht do të jem shumë mirënjohëse, mu më kanë suportu. Gjithashtu edhe nga shtetet europiane të tjerë, shumë më kanë suportu, shumë. Ka shumë Gjerman, ka shumë Aziatik, domethënë që janë mendimet e mia. Më thënë të drejtën, për ne shqiptarët do ishte diçka e bukur, pra për te atyre bindjeve që ne kemi në Shqipëri, apo për te atyre problematikave që ne mund kemi edhe këtu në Perëndim ku ne jetojmë, por të kesh përfaqësuesin tënd, pra një bi shqiptare që të përfaqëson aty, është vërtet e bukur, është vërtet sepse nuk është puna për të mbajtur me hatër, se themi ne, por është një formë krenarie, me fjalë që shqiptarët mund ta tregojnë veten në të gjitha fushat. Fiks, sepse nuk është në një vend huaj, është nëse në Shqipëri të flasim drejtën, është disi e vështirë në një vend huaj për gjithë secilin shqiptar, se ne jena njerëz që punojmë fort dhe nuk nalna, është 10 fish më e vështirë, sepse jo gjithmonë për shembull gjanat njihen me njëherë diplomat, pastaj konkurrenca shumë e lartë, të flasim drejtën. Pastaj kur shkojmë gjithë secili që emigron në një vend përballesh me gjuhën të cilën nuk është e din më njëherë. Domethënë është disi si të është e vështirë. Mundohet të jesh e përfshim, po është e vështirë. Patjetër, sepse kur vjen në një vend të huaj, më të parën punë nuk di ku të blesh bukën, ku të blesh ujin, jo më pastaj faqe aty fillon ajo si duhet ta ambientohesh. Por
për kaq vite dhe patjetër që normalisht tash se ti që ke hyrë dhe politikës, pavarësisht se është politikë lokale, por ku shikon çfarë problemesh ka më shumë komuniteti shqiptar ose keni ndërtuar një tip projekti apo një tip ideje që nëse ju do jeni në atë këshill, kush do jenë ato që ju do ngrini për po flasim konkretisht për komunitetin shqiptar, por normalisht që aty flitet për gjithë komunitetet, por po flasim për shqiptarët tanë. Për komunitetin shqiptar, në fakt unë e kam pas si problem gjithmonë punën e vizave, Leonard, dhe është një gjë shumë e madhe, pasi e kanë bërë pak si problem. Edhe pjesën edhe si i thonin nga Shkodra, na shikojnë si puna ati ujkut nërdele, që na shikojnë me atë synin kritik. Nuk është e vërtet, sepse unë kam taku shumë shqiptarë të cilën punojnë fushën e ndërtimit, fushën e hospitality, ka që merren me real estate, nuk është gjithmonë në qoftë se është 1% ose më pak se 1% që arsyet ose kushtet i kanë detyruar. Ka shumë shtëpi bari atje në Angli sa po trompetohet apo flitet me fjalë çdo shtëpi bari shqiptar. Unë mendoj se i egzagerojnë, them drejt. Shiko, unë jam gjithmonë pro komunitetit tem edhe komuniteteve tjera, kuptohet, por edhe i egzagerojnë, sepse shqiptarët nuk e morën shtëpinë e barit nga Shkodra ose nga Shqipëria, ku do të themi, edhe erdhen e morën këtu e gjetën. Si kështu unë du t'jem realiste që shqiptarët punojnë shumë, edhe në qoftë se mund t'jenë 1%, mund t'jenë rrethanat, mund t'jenë kushtet, sepse mund t'jetë pa letra, mund t'jenë nuk kanë drejt punet, kërkojnë azile, sepse edhe politika shqiptare deri tash ka një përmirësim, nuk them se nuk ka një përmirësim, po ka qenë disi që janë mundu mu largu dhe kushtet e atilla i kanë sjellë. Si kështu, unë faktikisht du t'jem një zë i fort, janë 1% e vogël në zorin ku jetoj, nuk është se ka shumë, në Londër, domethënë tek pjesa e Londrës mbrëm ka më shumë, po këtu ku jam unë ka disi më pak është, po prap kam taku të cilën njerëz që punojnë shumë mirë, punojnë po. Kanë paragjykime amnest për shqiptarët, pra po flasim tash, flasim për komunitetin tuaj, pra aty ku ju jetoni, me fjalë, janë anglezët paragjykues dhe shqiptarëve apo ndaj të huajve? Shiko, ky është vend demokratik, ky është demokrat, edhe ndoshta mund ta kejnë në zë, po si me thonë, e shprejnë si me ngjyra, nuk e shprejnë bartëzi, por ka, sepse jam një edhe gjatë fushatës, për shembull, që nuk është se e ka di që jam nga Shqipëria, po e ka kuptu që jam e huaj edhe e ka shpreh krejt, si me thonë, e ka shpreh në përballë, që unë nuk votoj një të huaj, sepse Partia Liberal Demokrate nuk ka lidhje partia, si të thash, unë kam si mision, sepse edhe në partinë teme, unë ka gjëra që nuk bie dakord, po Partia Liberal Demokrate ka shumë mbështetës shumë pro emigrimit, shumë barazis dhe ju jep hapësira njerëzve, edhe ishte pro Brexitit, cili ndodhi shumë, unë faktikisht nuk kam qenë, nuk isha që Brexiti ndodhte, edhe kjo Liberal Demokrat, cilën partia që jam unë nuk donte që ndodhte, po ja që ndodhi. Janë penduar për të Brexitin në anglezët? Do të them që 50% janë pendu, sepse po mungon klasa punëtore tashmë, sepse disa njerëz kanë ikë, kanë ndryshuar disa ligje, shumë gjëra kanë ndryshuar, po, unë besoj që 50% po. Nisë të thuash diçka për këtë partinë, pra Liberal Demokrate. Tashi, mund të thuash diçka më tepër, për shembull, kush është kjo parti, kush është projekti apo cilin krah është majtas, djathtas, qendër? Okej. Partia Liberal Demokrate është një parti, si të mund të me vizione të hapura. Dhe për shembull pushteti vjen nga votat e popullit.
është një sistem që kombinon për shembull demokracinë me liberalizmin. Si me ta thonë ty? Kuptohet edhe nga emri, por thjesht në Shqipëri kena të majt apo të djathtë, nuk është ashtu. Është partia e qendrës, me fjalë, apo që është edhe ajo beson në lirinë individuale dhe mbështet demokracinë dhe votën e lirë dhe mbron gjithmonë domethënë të drejtat e njeriu dhe është propër me kriju mundësina për njerëz të ndryshëm. Është një gjë që është më tepër afër popullit, afër klasës punëtore se sa do të them aty në bilionjerave, ka dëshirë që të suportoj popullin e thjesht. Kam parasysh. Linda, duke pasur parasysh që politika shqiptare është shpeshherë, për mos thënë në çdo kohë shumë dinake ose shumë manipuluese. Kur keni bërë këtë shpallje, pra kur e kanë kuptuar, po themi politika e Tiranës, keni patur ndonjë përshëndetje apo kontakt, komunikim, suport nga ndokush atje? Po, kam pas. Kam pas nga zoti Taulan Balla, shumë suport, them drejtën, më ka ftu edhe në zyrë, edhe pse kjo është liberal demokrate, po nuk ka, e kena diskutu edhe me zotin Balla, që nuk është diçka që unë kam bini të majtë edhe ti më bini të djata, kjo është një diçka që do jetë e mirë për gjithë shqiptarë dhe një urlidhse dhe më ka suportu shumë dhe ka dalë me një thirrje që suportojnë Lindën, e cila kandidon për Sari. Dhe po më ka suportu dhe edhe tashi që isha tek samiti diasporës, unë takova Po më thuj pak për samitin. Si, mi fjalë, ju ishit pjesëtare në samit dhe thënë drejtën tani, nga samiti dëgjuam plot gjëra, më thënë, po prap më ashtu është se nga diskutuam asgjë se çfarë doli nga i samit. Ju, si e pat atë samit? Shiko, ne gjithë kena, sepse ne jena të ndryshëm nga njëri tjetri dhe gjithë secili ka mendime të ndryshme dhe të jena realista. Gjithmonë është një takim kombëtar që mblidhen përfaqësues diasporës nga vende të ndryshme dhe marrin pjesë institucione shtetërore, politikanë dhe ekspertë. Për shembull, diskutohen çështjet që lidhen me emigrantë shqiptar. Pati unë ishte hera parë që merrja pjesë, domethënë ky ishte samiti 4, nuk kisha qenë samite të tjera, duke marrë parasysh angazhimet e mia në Angli. Kishte gjëna gjëna për me vënë më të mira, edhe si më thon, shumë gjëna kishte që mund ta përmirësonin situatën. Për shembull, forcimin e lidhjeve mes diasporës dhe Shqipërisë, me kriju takime më të shpeshta, por jo krejt bosh që mund të them nuk ja vlen, sepse unë për shembull unë kam taku Leonard, them drejtën, kam taku shumë njerëz të cilën unë nuk e mendoja që do i takoja, shumë njerëz dhe kena kriju shumë kontakte. Pas një lloj interesi, por thjesht nganjëherë biznesi, jeta të lidh. E kupton, është gjë e bukur më bën kështu, jo vetëm samite, por edhe takime biznesi. Absolutisht është gjë e bukur që të bën të tilla takime, por unë më thënë të drejtën, nuk e di, nuk jam shumë pro këtyre organizimeve, po themi nga qeveria, me fjalë, sepse qeveria ka të tjera organizma, ka të tjera po themi agjenci, ka ministrit, ka trupin diplomatik, pra ka shumë hallka që ajo mundet të shërbej për diasporën, por ju vetë morët një frymëzim për shembull që duke patur parasysh si politikanë e re që mund ta përdorni edhe gjatë fushatës apo që përdornin fushatë atje? Këtu nuk ka rëndësi, sepse kjo ishte pjesë... Jo, flasi frymëzim personal, me fjalë, frymëzim brenda vetes. Po.
Po, sepse për shembull nga aty un njoha shumë njerëz të cilën një zoj ishte shumë e hapur për si ta thash për nismën e librarive dhe më dha emailin, numrin e kontakteve të saj dhe tha jam shumë e gatshme që sepse i tregova nismën time, jam shumë e gatshme që t'ju mundsojmë fondin e këtyre librave. Kuptohet, unë do jem thjesht ura lidhse, fondi do shkojë nëpërmjet librarive, nuk du që të merrem a kupton me vlerën monetare. E kam parasysh të pjesën vullnetare, kuptoj. Po. Dhe domthonë është një samiti, domthonë është gjithmonë një urlidhse për gjithë shqiptarët dhe kjo duhet ndodh shumë shpesh të lloj takimesh. Edhe du të shoqërohen me veprime konkrete që zëri në diasporë ndikojë realisht në politikë, mendoj unë. Okej. Me qenë se jemi këtu tek samiti, me fjalë, themi që janë më shumë se gjysma shqiptarëve në emigracion. Dhe a mendon që diaspora duhet të ketë një organizim, pra duhet diaspora të organizohet ndryshe, apo mendon që diaspora duhet vazhdoj të jetë kështu e lidhur, e varur nga, po themi, nga politika e Tiranës, pra qoftë nga PS-ja, qoftë nga PD-ja apo partitë tjera, pra diaspora Nëse pyet për mua, mi thuaj se pa të s'kam jet, ndoshta më ka harruar, ndoshta një tjetër e ka gjet, në zemërën bëj a thuja mi saj, mi thuj dashnis, se më ka marr mali, thuj dashnis, se pa të ndigjen për së gjalli, thuj dashnis, se më ka marr mali, i vetëm, po di që mundsoh. Po Linda. Dëgjoj, nuk e di pse u shkut. Po pra, jo ishte problem teknik këtu e internetit këtu këne. E kuptova, më mori Pat luhatje këtu dhe të ndodhë edhe këtu në Gjermani që të bëjmë. S'ka gjë, nuk ka gjë. Po, ja, sa të marrë kjo muzika dhe do në him live sa të shumë. Do ta bësh edhe një herë pyetjen pastaj, domethënë Patjetër, normal. Dashnis, se më ka marr mali, thuj dashnis, se pa të ndigjen për së gjalli, thuj dashnis.
Atëherë miq, rikthehemi në transmetim live, kërkojmë ndjes për këtë shkputje, por duhet ta kuptoni që pse ne jemi në varësi të internetit dhe gjëra që ndodhin edhe në emisione live, kështu që ne rikthehemi sërish dhe rikujtoj pra që jemi në bashkëbisedim me zonjën Linda Idrizi, e cila kandidon për këshilltare të komunës në Siri, pra në Londër. Ndoshta shpreh gabim sepse unë nuk jam mirë me anglishtën time dhe do vazhdojmë bisedën aty ku ne e lam dhe ju kërkojmë edhe një herë ndjes. Zonja Idrizi, shpresoj se kemi edhe mirë kuptimin tuaj për këtë problem teknik, por ja që ndodhin këto gjëra edhe këtu ku ne jetojmë. Patjetër, domethënë këtë janë pjesë e jetës së përditshme. Po tash ne jemi në varësi të internetit, kështu që çfarëdo që ne të bëjmë, mi fjali na ka në dorë të dërkush, po ne përpiqemi të bëjmë më të mirë. Ne bëjmë atë sa mundme, ka problem, ju kuptoj. Patjetër. Ne lam bisedën tek diaspora. Pra mendon që diaspora duhet të ketë një organizim të vetin, qoftë një lëvizje politike apo një mënyrë tjetër të organizimit dhe jo të jetë varur nga klasa politike në Tiranë. Po, dhe në fakt nëse diaspora shqiptare do kishte shumë ndikim real, duhet të organizohet ndryshe dhe më strategjikisht, mendoj unë. Për shembull, disa mënyra, për shembull shpesh gjanat simbolike janë vendimarrëse vetëm atje, po duhen të jetë pjesë edhe diaspore gjithashtu, që të jetë për disa gjëra që të merren vendimi. Dhe krijimi i këshilltarëve të diasporës në vende të ndryshme është shumë rëndësishme. Në çdo vend ku ka shqiptar, sepse tash nuk janë 2-3 shqiptar, po ka shumë shqiptar. Dhe duhet të jetë përfaqësuesi i zgjedhur, jo thjesht jemi i mrum, po të jetë legjitimitet i zarit tyre, që të jetë diçka, që të bëj punën, a më kupton, jo vetëm i emërum. Për shembull, të jetë deputet ose vende të rezervuara për diasporën në parlament, kjo është një diçka shumë interesante. Për shembull, votimi të jetë i lehtësuar nga jashtë. Shiko, gjani që bëhen faktikisht vjet, unë e vlerësoj sepse nuk është asnjëherë gjatë këtyre viteve nuk është bën një gjë e tillë. Patjetër, vjet është hera e parë mi faqe diaspora voton. Po, ishte hera e parë, edhe them që inshallah bëjnë edhe gjëra më të bukura dhe janë një rrugë të mirë. Inshallah më shpresojmë që të jenë edhe pjesë e Bashkimit Evropian. Por duhet diaspora të përfshihet, është fokus. Mendoni me fjalë që diaspora duhet të ketë, pra mendoj që të organizohet me një lëvizje politike, pra që të ketë edhe ndikimin e saj në politikë bërje në Tiranë, qoftë edhe për Shqipërinë, sepse ne themi pse Shqipëria nuk ndryshon, pse Shqipëria nuk ecën, por fundi kush ka ngel në Shqipërinë. Me fjalë diaspora kemi të rinj, në diasporë shumë të arsimuar, tashmë besoj se nuk kemi një emigracion ekonomik, tashmë është një emigracion i trurit, një emigracion intelektual dhe pra ju e mendoj që diaspora duhet të ndërtojë një lëvizje të vetën, të ketë një numër deputetësh në parlament që diaspora të votojë për veten, apo të jetë ky ligj zgjedhor që është në Shqipëri? Jo, diaspora duhet të ketë një ndikim më shumë pozitiv nga shteti shqiptar, sepse duhet përfaqësohet nga një diasporë, sepse në momentin unë shikoj kështu, në momentin që një përfaqësues i jonë është në parlamentin shqiptar, është nuk i din problemet e shqiptarëve në çdo vend të botës të Europës, duhet kenë përfaqësuesin e tyre brenda vendit, them unë. Sepse kështu është, shiko, gjithsecili si të thash më parë, ne e mendojmë ndryshe, po kështu e mendoj unë, sepse do jetë një lidhje më e fortë edhe nuk do jetë thjesht i emërum, po do jetë kyçesh, do jetë kryesori për me lidh qoftë për shembull tek qyteti ju në Gjermani, po të keni një përfaqësues ose një qoftë edhe deputet, po qoftë përfaqësues, këshilltar
është kyç edhe ka fillon e krijon marrëdhënien me shtetin shqiptar edhe marrëdhënien me shtetin e huaj gjerman, anglez. E ke parasysh duhet të jetë një përfaqësues e shumë e rëndësishme. Edhe kështu urat lidhen më shumë të forta se sa janë tash, sepse shiko, siç ta thash, sapo kanë fillu, këto vitet e fundit, se deri tash nuk është se ka qenë ndryshim i madh, po shpresoj dhe besoj që janë në një rrugë të mirë. Nuk di çfarë them më shumë. Jo kuptoj. Kthehemi pak prap tek kandidimi juaj në Londër dhe tha që më 7 maj janë zgjedhje. Po, zgjedhje lokale. Si mi fjalë, normalisht tash se ju keni më shumë kontakte. Komiteti shqiptar atje janë të interesuar për votime, votojnë, janë të, me fjalë, si në Shqipëri që shpesh ne neglizhojmë votën, edhe pse vota është arma më e fuqishme për të bërë ndryshimin dhe ne e shpërndarojmë. Si është perceptimi jot aty ku ti kandidon? Edhe këtu në Britaninë e Madhe ka një ramje të madhe, do të them 30 deri në 40% të votës. Du të jem realiste në faktikisht, por ka një benefit sepse këtu voton edhe online, domethënë pa dashje të shkosh tek qendra e votimit, të cilën kjo ju lehtëson qytetarëve, ju lehtëson moshës thyme. Moshës të re. Po pra, edhe gjithashtu edhe njerëzve middle mosh, moshës mesme, sepse mund të jenë nëpër punëra, nëpër gjëra, domethënë e bajnë online dhe është një gjë shumë e mirë. Po, kjo është një gjë shumë e mirë, po edhe këtu ka një ramje, do të them, sepse tashin, shiko, njeriu gjatë fushatës fillon si themun ty edhe ti, rritesh me problemet e tyne. Patjetër, je prezent gjithmonë me probleme, je prezent me komunikimin, kontaktin, nuk diskutohet. Po, se ndoshta deri dje nuk i shikon si në sipërfaqe dhe kam pa, nëse e kam si e kam pa në sipërfaqe, nuk e kam ndoshta me gjithë të probleme që hasësh tashi, sepse unë kam fillu fushatën që në janar dhe kam fillu takimet me qytetarët që në janar, unë dhe kolegu jem. Dhe duke marrë parasysh gjithë secili ka ato hallet e veta, ato problemet e veta, dhe ti merr gjithë secilin hall çdo ditë nga një gjë, po fillon e krijon edhe bëhen shumë. Dhe kjo është një arsyeja sepse edhe qytetarët e Britanisë së Madhe, gjithashtu edhe qytetarët e Shqipërisë, nga që mos realizimi i tyre fillojnë edhe, domethënë, they drop they hope, i heqin shpresat, nuk kanë më shpresa. Linda, si e shikon gruan shqiptare, Linda, në diasporë? E ka forcuar rolin, është angazhuar mjaftueshëm, duhet të bëjë më tepër, pra jo thjesht në Angli, por në përgjithësi me kontaktet që ke. Sa e vështirë është për gruan shqiptare, ose e ka filluar të angazhohet mjaftueshëm? Kush është perceptimi juaj? Shiko, është e vështirë me thënë, sepse ne jena, gjitha ne gratë shqiptare, ne duna familjen, pavarësisht çdo problemi. Gratë shqiptare janë gratë fortë. Vazhdojnë të sakrifikohen, mi fjalë thua. Po, përshtaten shpejt edhe me kultura të re, mësojnë gjuhën, mundohen me dhanë 100%, mundohen me u kujdes për familje, mundohen me ba happy, me knaq familjen, bashortin, kuptimin të mi ba darken, dhe gjithashtu mundohen edhe me punun maj sa kajnë mundësi, mos harro, sepse gjithmonë gratë nga Shqipëria po shkojnë dhe ju vështirësohet ndoshta 100% ma tepër, sepse fillojnë e bajnë edhe punë të rëndomta. Edhe nuk është gjithçka e lehtë, se janë për shembull balancimi mes punës e familjes, ndonjëherë diskriminimi ose paragjykimet, fillimin nga para në karrierë në një vend të huaj. Jeni ndjer ju e paragjykuar nga shqiptarët?
nga shqiptarët, Po pas jo. parasysh, pra po flasim në të rolin e një grua pra që arrin të kandidoj për politikë, të stabilizohet në punë, në jetë, pra sepse njeriu fillon dhe jep edhe shembuj edhe nga vetja me fjalë sepse ne duhet të marrim shembull edhe njerëz të suksesshëm, sikur jeni ju pra që jeni vazhdimisht ambicioze dhe keni patur vazhdimisht ambicie dhe këtë do doja nga çdo shqiptar të kishte ambicie, jo gjithë për politikën, por për atë çfarë mund të bëj të ketë ambicie. Po pra, unë ta kam thënë edhe një herë, domethënë duhet ta shikojnë, çdo grup duhet ta shikojnë si mision. A jam një e paragjykuar. Edhe mundet, ndoshta, shiko edhe mundet, ndoshta në zonë, nuk është se nuk është se më shtan ndonjë gjë më drejt për drejt, sepse jena në 2026 dhe është disi me ngjyra, nuk është se arrin, po prap mund të ketë familje që mund të gjykojnë, që mund të thonë si arritje ose mund të ketë paragjykime ndryshme. Jemi naçor në shqiptarët, jemi naçor. Më shumë se sa ndoshta paragjykues, po e kemi atë paragjykimin me inat. Por faktikisht si gra ne duhet mbështesim njëra tjetrën sepse gruaja është gjithmonë forca e shtëpisë, duhet mbështetjen atje, duhet i hap rrugën njëra tjetrës. Unë kam pas edhe fatin shumë të madh, them drejtën, që kam pas shumë suportin e bashortit, jashtëzakonisht shumë dhe vetëm një gjë më që më ka thënë ti duhet të kesh Linda, e di që kemi dëshirë këtë mision, këtë nismë, sepse nuk e kam shikuar asnjëherë si politik, do anoj nga politika, siç ta thashëm më përpara. Nuk është se unë i bindem një X gjaje qoftë lideri që është, sepse unë nuk bi dakord, po e kam shikuar si nismë dhe më ka thënë që duhet të kesh një lëkurë shumë trash sepse do kesh paragjykime, do kesh mbështetjen tëme e ke, po do jetë pak e vështirë. Por unë besoj edhe mendoj që kam arrit thyj pak a shumë atë tabun, po ka dhe gra që punojnë fort, që dojnë karrierën pavarësisht se mundësive nuk ju jepet, po unë jam pro grave që duhet që mos nalen në ëndrat e tyre gjithmonë mos të lajnë sërtar gjithmonë. Unë duhet ta përshëndes publikisht bashortin tuaj pra për suportin dhe për mbështetjen që jep dhe do kërkoja që nga çdo mashkull, çdo bashort, vlla, baba duhet të jenë gjithmonë suportues ndaj gruas, ndaj motrës, ndaj vajzës, pra të jenë gjithmonë mbështetës sepse gjinia femërore është pjesa më e bukur, gjysma më e bukur që mashkulli ka. Edhe ka qenë edhe pak si ta themi ti jena realiste deri pak vite më përpara ka qenë si e ndryllur një gratë shqiptare. Patjetër, ndaj bëra edhe këtë pyetje në fakt sepse duke patur parasysh tashmë që për hir të vërtetës dhe fatkeqësisht shohim shumë dhunë, shohim shumë bullizim në Shqipëri, në shoqërinë tonë atje dhe fatkeqësisht e shohim ka edhe në perëndim që vazhdojmë e sjellim atë mentalitet edhe në perëndim dhe duhet të shqirohemi nga këto prangat e paragjykimit apo nga këto prangat e mosbarazisë, me fjalë. Dhe prandaj kisha edhe këtë pyetje sepse duhet të jemi shembuj pozitiv dhe të marrim më të mirën pozitive nga ata që guxojnë dhe nga ata që përpiqen. Faktikisht. Po. Jo, ndjes. Jo, doja shtoja vetëm që gratë gjithmonë janë shtylla emocionale e familjes, janë edukatorët e fëmijëve, ruajtjes së gjuhës, traditave, për shembull gratë e diasporës, besoj gjithë secila njëkohësisht ka nga ato që edhe studiojnë dhe ndërtojnë karrierë. Prandaj që unë tham edhe e kundërta edhe burrat ti suportojnë gratë, po edhe gratë gjithmonë burrat do të jetë njëri për tjetrin një mbështetje edhe ta shikojnë si një nismë të dy bashkë të arrijmë diku. Patjetër, sepse sido që të jetë me fjalë edhe mbas një burrit suksesshëm është gjithmonë një grua fort, thuhet. Edhe
mos i gruaja të suksesshme gjithmonë është një burr ai që mbështet, sepse jo më kot janë këto lidhjet dhe këto si thosh ndërtimi i jetës në çift, sepse në fundit ne jemi njerëz që lindim dhe vdesim vetëm, por pjesa tjetër e jetës është jetë komunitare, është jetë ndërtim marrëdhëniesh dhe duhet të jemi shumë pozitiv me njëri tjetër. Shiko, si shikon shqiptarët po flasim në Angli, janë integruar mirë apo jetojnë mes dy botëve? Zdiq dyja nga pak, mi fjalë. Shiko, ka nga ato që e shikojnë prap kthimin, kam arritur sepse për arsye edhe dokumentacionit, se gjithmonë un jam pro që gjithë secili, jo vetëm shqiptar, por gjithë secili njeri duhet të ketë një identitet, domethënë sepse është edhe në Amerikë për shembull që ka shumë njerëz që janë pa letra, më the thash, duhet të kenë identitet. Dhe nganjëherë shqiptarët duke marrë parasysh këtu që nuk ka një identitet, domethënë janë pritje, është disi pak si konfuse, ngatrume për to, janë pak si miksim emocionesh, po ka nga ato shqiptarë që janë integru mjaft mirë, kanë hap bizneset e tyne, janë një komunitet shumë i dukshëm dhe i larmishëm për shembull që në Londër ka edhe është tek pjesët tek zona 2 që është një komunitet që është, si më kanë të shku në Shkodër, janë gjithë shqiptarë, vetëm në gjënë shqiptarë, dhe janë të angazhuar me restorante, me firma ndërtimit, edhe ndërtojnë gradualisht jetën. Po, është edhe një pjesë cilën që për arsye dokumentacionit, ka nga ato që janë kthy, se kanë pa veten, dhe domethënë është nganjëherë miks emocionesh, di të them. Ne folëm pak a shumë edhe për politikën shqiptare, por politika shqiptare ju frymëzon më shumë apo ju demoralizon më shumë? Politika shqiptare, them drejtën, ka gjëra të cilat më ka inspiru, po ka gjëra të cilat në step back, më kthen mrapa. Du të jem krejt e sinqert. Më kthen mrapa sepse mënyra e të folurit me njëri tjetrin nuk duhet të ekzistojë sepse ne kena fëmijë, ti mund t'i kesh vajzat pak më të rritura se fëmijat, dhe kur ulesh me pa politikën shqiptare, mënyra e komunikimit është për të dëshiruar. Një. E dyta, diçka tjetër që nuk është, duhet ishte demokracia, liria e fjalës, por nganjëherë njerëzit kanë edhe frikë, sepse unë jam në një pozicion shtetit pushtetar dhe unë kam frikë të shpreh mendimin e lirë. Kjo nuk duhet të ekzistonte, sepse mendimet janë të lira dhe duhet thuhen siç i keti, don pa shku në ekstrem, domethënë më bë ekstremist me fymje, me budalliqe, por nëse ti jep një mendim që nuk bie dakord, kjo nuk duhet të efektohet as edhe një qytetar. Por ka edhe nga disa gjëra që unë për shembull kam vure vitet e fundit që kanë angazhu trit, cilën ta kam thënë edhe më përpara, në kohën 20 vjet përpara, unë kisha shumë dëshirë të angazhohesha, por nuk na jepte kush mundsinë, absolutisht. Do thënë të drejtën, unë respektoj mendimin tënd, por më thënë të drejtën këtu nuk bie shumë dakord, sepse ne po shohim, ka të rinj, por janë të rinj pa nivel. Tash mos më thuj Zeqinir Çavushi duhet të përfaqësojë mua në parlament. Pra 27 vjeçare. Mariana Koçeku duhet të përfaqësojë mua në parlament. Është re, por të bësh ligje, të ndërtosh ligje, të ngresh dorë, duhet të kesh pikë pari, duhet të kesh, s'po përdor shprehje të gabuar, por duhet të kesh guxim dhe duhet të kesh minimalisht nivel për të kuptuar se për çfarë po voton, sepse parlamenti nuk është lojë, nuk është një gallat, sepse ai duke votuar ligje kushtetuese, ai duke votuar, pra ai duke marrë përgjegjësitë e kombit mbi vete.
dhe të shofësh të rinj në parlament, duke o bërë fjalimin chat GDP-a, apo duke bërë gallat, duke bërë humor, tashmë parlamenti është bërë portokalli. Shiko, jam dakord me ty, domethënë, sepse duhet të jenë me pak eksperiencë, por A duhet të ketë disa kritere për të qenë këta të rinj deputet, mi flasë, tash unë thash, si përmenda këta dy emra, nuk kam asgjë me emrat e tyre, por flas tek pjesa, pra duhet të ketë disa kritere, mendoj, sepse parlamenti është pjesë e madhe, nuk e duke përfaqësuar një, po themi, një këshill lokal, që ti e njeh qytetin, lagjen, zonën, ku diun, por edhe këshilli lokal, do të them këtu drejtën, po nuk patë një fije background ose një fije eksperiencë këtu nuk të merr. Se kështu nuk e di se si kanë marr X-in apo Y-in njerëzit në atje, po unë do kisha thënë që duhet të jenë për me kanë deputete duhet të shkosh ne I thom nga Shkodra sita. Duhet të shkosh për disa sita. Absolutisht, po, duhet të shkosh për disa sita dhe nuk e pse të vuhesh në listat mëlla, listat duhet të jenë të hapta ku shteti Zoti, edhe duhet të shikohet backgroundi, duhet të shikohet sa e zonja është Linda ose Leonardi, marrim thjesht shembull. Kuptoj, plotësisht drejt. Po, edhe duhet të shikohet. Pra, ju jeni për atë pra ju e mbani më shumë mirë atë kodin zgjedhor që ka qenë para 2008-s. Pra jeni për atë listën e hapur që deputetit vi të zona ta njohësh, të flasësh dhe të prezantohesh me të. Po, sepse kështu po bëjmë për shembull këtu, nuk ka thjesht tash në listat myllna. Unë I kuptoj që listat e myllna, po ndoshta në lista nuk është e drejtë sepse Leonard ti ndoshta je më I aftë se unë edhe ti je në listat hapna, unë nuk jam më aftë se ti dhe unë jam në listat myllna. Si kështu tret patjetër që duhet të angazhohen, po duhet ta fillojnë si. Ky është deputeti kryetarit, ky nuk është deputeti I popullit. Ky është në listë mbyllur, është deputeti kryetarit, pra është shërbëtor I kryetarit të partisë që e ka vënë aty. Po pra duhet ndryshohen mendimi jam, shiko gjithë secili nga ne mund të kenë mendime të ndryshme. Për të shapim mendimet tona se s'kemi punën por duhet fillojnë me antarësimin, duhet fillojnë me angazhimin si forum rinor, sepse kështu kam filluar dikur në 2003-shin, isha antarësume me forume, pastaj në një njësi, dhe nuk mund bash deputete, domethënë sepse do Linda do bëj Leonardin. Jo, nuk funksionon, po kështu po më vjen mirë në fakt që I kanë që ka prurje të reja, por siç ta thash edhe më lart, I qëndroj mendimit tem, duhet shkojnë për disa sita që do ta them shkodrançe, sita. Po, patjetër. Që kush e kupton nuk e di se si ta them edhe si të thonë gjithë, sita, shosha, s'ka rëndësia punë. Po, pra në për disa sita që të jetë I vlefshëm, sepse edhe unë si lind, edhe pse jam në një moshë pak të maturuar, ndoshta nuk jam, ndoshta ne nuk flasim politikan të rinj që duhet të jenë patjetër 18 vjeçar, 25 vjeçar. Politikan të rinj që të kenë një background dhe mos të jenë, po themi themellon shkodrançe, mos jenë të përlym mas një aferë, pra të jenë me njerëz me dinitet të pastër, me dinitet që ti shërbejnë në mënyrë dinjitoze atij vendi. Po pra. Por një 20 vjeçar. Pra, është 20 vjeçar apo 22 vjeçar, edhe nëse ka kryer fakultetin, sa ka kryer bachelor, da I shkon të voton ligjet atje, shkon e çon dorën atje pas deri nga bankat e fakultetit. Aty desha me thënë, duhet një farë lloj eksperience. Unë jam shumë dakord, prandaj thash, domethënë të rit duhen mund të jenë të mirë si një asistent. Ka plot hapësira, tjera. Ka plot një asistent, si një zëvendës këshilltar ose jo fill deputet, sepse unë nuk mund t'ja besoj nesër vajza jeme bëhat 20 vjeç, unë kam vajzën 14 vjeç, tash po nuk mund t'ja besoj ligjin vajzës teme sa po ka dalë nga bankat e shkollës, sepse është një diçka të cilën duhet kohë që të maturosh, edhe ne sot që flasim, edhe ne
ndoshta nganjëherë shohim prapë vetë nuk jena maturuar. Duhet pak që duhet shkosh në për disa Patjetër. Pra ju jeni me atë që Shqipëria do ishte mirë, pra faktikisht edhe unë me atë mendim jam që të jemi e sistemi majoritar, ai që ka qenë para 2008-s, të jetë listat e hapura, të njihen deputetët. Do më lejosh të të bëj një dy pyetje, më vinë në WhatsApp-in tim. Përshëndetje, thot Leonard, thot respekte për emisionin, respekte për zonjën, për problemin teknik, thot gjëra që ndodhen. Okej, faleminderit. Thot po e kuptoj, thot që zonja thot pas ka qenë antare e Freshit. Sa e kënaqur thot është për Edi Ramën, sa ka punu për Shkodrën, dhe nëse do jeton në Shkodra, do ishte prap me Edi Ramën, apo e ka të kollajt me fol tash prej në Angli. E kuptoj. Faleminderit zotëria për pyetjen. Zotëria jeton në Angli? Patjetër. I nderuar zotëri, unë në fakt nuk të njoh, po më vjen mirë që më drejtove një pyetje. Unë kisha dashur të them drejtën që ndërsa jam një kandidate për Këshillin Bashkiak të Londrës, do kisha dashur që të isha kandidate për Bashkinë e Shkodrës, në qoftë se do isha atje. Unë nuk kam asnjë gjë personalisht as me kryeministrin Edi Rama, apo me Sali Berishën, apo Ilir Metën. Janë individ që gjithë secili marrin përgjegjësinë për veten e vet. Janë 3 individ që për 36 vite e kanë shkatruar Shqipërinë në mënyrën më totale të mundshme. Por unë them që thosha të lë njërit më pak faj e tjetrit më shumë faj. Për mua këto 36 vite Shqipëria ne kemi qenë adoleshent vitet 90, me fjalë se dinim, unë për vete mbaj shumë pak mend komunizmin, ose kam hangër buk kollomoshit asnjëherë, buk gruni kam hangër, pra nuk e mbaj mend atë sistem, por në vitet 90 kanë qenë të tjera ëndra. Sot jemi, po thuaj se ala pretendojmë a do hyjmë në Evropë apo jo, kur ndërkohë që Bashkimi Evropian po diskuton atë ndatë atë rri. Leonard, do t'i përgjigjem zotërisë që nuk e di, a ishte nga Shkodra zotëria? Jo, nuk e di, nuk më ka thënë. Nuk e di. Unë faktikisht unë shikoj një ndryshim të Shkodrës, janë pastru zonat publike, është bën një punë, unë e kam thënë, edhe ky është mendimi im, zotëria mund gjykoj, nuk ka lidhje a jam pjesë ose a ki qenë pjesë e Edi Ramës, ose unë ta kam thënë, e kam nisë si mision, edhe në qoftë se nuk e marr prap si zonë, si vot, si pozicion, në qoftë se nuk jam zgjedhur, unë s'do resht prap të jem një urlidh të qoftë për Shqipërinë, qoftë për njerëzit që kanë nevojë, më sa ka mundësi, kuptohet, gjithmonë brenda mundësive. Dhe mos u impresiono, shiko tani, ne kemi dëgjues nga të gjitha anët. Dëgjuesit tash, ne faktikisht nuk kemi pse flasim këtu për Ramës, për Berishën, sepse Linda po kandidon në Angli. Por këto janë ato opinione që unë si lind, unë shoh një ndryshim në Shkodër, sepse unë shkoj pushimet unë ju bëj në Shkodër, unë e shoh një ndryshim, nuk është se nuk ka një ndryshim, gjithë secili na e shohim me këndvështrimin tjetër. Në qoftë se do më jepte mundësia për politikën shqiptare, pikërisht këtu duhet pyes. Nëse krijohet një variant, krijohet një mundësi, qoftë nga diaspora, qoftë nga një ftesë në politikës atje, e shikon të mundshme që Linda të kandidojë apo të japë atë kontributin e vet? Po, kisha patë, sepse unë faktikisht edhe vjet isha në tentativë për më kenë në politikën shqiptare, pavarësisht se rrethanat nuk ashtu, po jam edhe në fakt kisha para se të afishoheshin emrat, unë kisha projekte, cilat unë
personalisht për Shkodrën, ishte projekti i vetëm, të cilin unë e doja ta bëja në qoftë se unë do isha, që të krijohe një zyrë pa lidhje me bashkinë ose po që t'ishte në ndihmën e qytetarëve të Shkodrës, sepse moshat e treta, siç është për shembull baba jem ose baba jat ose ku diun një moshat e treta, nuk din që të përdorin i Albania ose problemet e të jetë një zyrë që të kishte shumë lidhje për problemet e qytetarëve. Kjo ka qenë një ndër projektet e mia në qoftë se unë s'ka rëndësi, domethënë se kujt parti, po unë faktikisht kam dëshirë që ta shikoj si nis dhe të jem ndihmë të qytetarëve që të mahna mend që Tazam Linda ose Leonardi marrim si shembull, bani këtë mirë edhe kjo, po kjo e mirë erdhi nga kjo zoj ose u bë pas një sepse unë jetën time unë e kam rregull, e kam shtru, por është problemi që ne si gjithë duhet ta fillojmë, gur thonë mbahet kalaj, duhet ta fillojmë, duhet jena nisëm për njerë, duhet jena shembull për njëri tjetrin. Dhe unë me shumë dëshirë, në qoftë se me shumë dëshirë, do kisha dash që t'jem, sidomos për Shkodrën, zani i tyne, në qoftë se unë isha kënë deputeti, do kisha kënë atje tek Thethi, do kisha kënë tek Rjolli. Atje ndoshta tek Thethi, ndoshta zot kishin lënë shkoje, tek Rjolli ndoshta zot kishin lënë shkoje, sepse s'po shkojnë deputet atje. Nuk po shkojnë sepse ne kemi Neo Malsorën, që kemi nga ajo zonë, dhe s'ka shku të Thethi, s'ka shku ke Rjolli, sikur se nuk kanë shkuar sta të Partisë Demokratike, Luciano Bocci e këta me radhë. Kjo është ndryshimi. Jam me ty, kjo është ndryshimi i këndvështrimit i ne që rrim në diaspora, po që jetojmë këtu dhe e shikojmë situatën më ndryshe, por është vërtet fatkeqësi që banorët e Thethit apo banorët e Rjollit që edhe nesër kanë protest janë totalisht antemuar nga politika, është vërtet mëkat. Shiko, unë prandaj unë e shikoj si mision, nganjëherë politika, nganjëherë zgjidhen njerëzit e gabuar të tjera realista. Në fund ditës gjithë politikë ham, atë çfarë vendos politika kemi si thua edhe në tryezë, edhe në tavolinë ndarkë me familjen. Po, por duhet njerëzit duhet ta shikojnë si ta thashëm më përpara, mos ta shikojnë si një punë, ta shikojnë si një mision që për me bë diçka, qoftë politikën, qoftë për një punë vullnetare, se për shembull puna vullnetare në Shqipëri nuk ekziston, sepse am paguën ti mua, jo, s'bëj punë vullnetare. Ne kur kena ardhur në vendet huaja, besoj edhe ti gjithë secili kena bë punë vullnetare sepse ti mëson, rritesh, kurse në Shqipëri janë shumë pak njerëz që pranojnë me bë punë vullnetare. Dhe unë si lind, unë them inshallah unë e marr këtu dhe do jem një lidhë, një misionare, domethënë 100% sepse e di projektin tem për gjithë, por edhe nëse një ditë e një kohë do më jepet mundësia, unë do ta shikoj vetëm si një mision, bin apo s'bin dakord X apo Y, unë do ta shikoj si një mision ndihmë qytetarëve, jo në interesat e mia, sepse siç ta thash Leonard, unë jam okay, me gjanat e mia nuk do të një detar, unë jam okay, nuk më mungon as jam krejt okay, e kam nis si një nismë, siç e ka nis Nën Tereza dikur, si një mision. Kjo është ajo që duhet ju shpreh njerëzve. Jam plotësisht mbështes plotësisht mendimin tënd. Linda, si pa kuptuar ne kemi ardhur deri të fundit. Dhe nëse ke një mesazh për ata që po na ndjekin apo diçka që ne nuk e cekëm që do të thuash për shqiptarët që jetojnë aty apo për gjithë dëgjuesit, me fjalë, diçka që ke dëshirë ti. Për shqiptarët që dëgjojnë këtu, gjithmonë vota është e lirë, njerëzit janë shumë të lirë të votojnë, por është gjë shumë e mirë që të mbështesim njëri tjetrit. Kurse për gjithë shqiptarët e diasporës kudo që ndodhen, duhet ta nisim ndryshimin nga vetja, gjithmonë duhet mendojmë pozitiv,
Unë faktikisht unë edhe pak ditë më përpara unë dekorova dhe si ambasadorja e paqes edhe të drejtave të njerëzit, po sepse e shikoj gjithmonë mundohem me dhanë pozitivitet, sepse nëse ne shfaqim pozitivitet, ajo do na sjell në fundit, domethënë do sjellim gjëra të mira. Edhe ëndrat tona, qoftë gratë shqiptare, kudo që ndodhen, mos t'i lajnë në zyrtar, po të vazhdojnë dhe të kërkojnë ato që duan, ato që mendojnë që arrin dhe ta bëjmë ndryshimin gjithë bashkë. Unë të uroj suksese dhe vërtet uroj që ti të jesh në atë sallë fituese, pra të jesh anëtare e këshillit komunës atje dhe të jesh një zë për shqiptarët dhe shqiptarët të kenë një zë atyre dhe unë nuk thirrje të gjithë atyre që na ndjekin dhe janë të asaj zone, mos hezitoni, votoni, sepse dhe besoj se jo thjesht ju atje, por të ndjemi krenar dhe ne kudo që jemi të kemi lindën aty në këshillin e asaj komune. Linda, unë t'jam mirënjohës pafund. Falenderoj. Faleminderit Leonard, faleminderit, ta kaloni mirë dhe faleminderit për ftesën dhe faleminderit gjithë dëgjuesve për kohën dhe kushtimin për aq minuta që e morëm nga koha e Shpresoj që nuk të kam mërzitur, do të kemë edhe herë të tjera, qoftë edhe si anëtare e këshillit të komunës, po qoftë edhe me projekte apo me çfarë ti do kesh gjatë jetës apo gjatë hapave të tu. Shpresoj që do jesh sërish në Window Radio dhe të na i prezantosh projektet. Patjetër, gjithmonë ne për diasporën do jem një mbështetëse e pa kursyme. Si kështu patjetër që edhe do kena edhe projekte tjera edhe takime tjera. Ju falenderoj dhe natën e mirë. Natën e mirë, falenderit. Atëherë, të nderuar miq, ky ishte Horizont për sonde, u kërkoj ndjesë edhe për të shputi për të problem të vogël teknik, por gjëra që ndodhin. Ne ishim një bashkëbisedim, pra siç e dëgjuat, me zonjën Linda Idrizi, e cila kandidon në komunën Siri në Londër, pra zona 6, mos qofsha gabim. Ju që jetoni atje në Londër e dini më mirë, u përpoqëm të kuptojmë arsyet e kandidimit të Lindës, u përpoqëm të kuptojmë diçka drejt personalitetit apo drejt guximit të asaj, drejt forcës së asaj. Dhe do doja që të gjithë shqiptarët që jetojnë në ato zonë dhe kanë të drejtë vote, apo kanë miq tyre anglez apo të komuniteteve të tjera, pra të bashkangjiten Lindës dhe me 7 maj të bëjnë votat e duhura që Linda të jetë anëtare e asaj komune. Ju falenderoj edhe një herë përzemërsisht për kohën tuaj, uroj që të keni një natë sa më të mirë, të jetë fundjavë për ju sa më e këndshme dhe ritakohemi nesër mbrëma me emisionin e radhës Horizont me të ftuar të tjerë dhe biseda të tjera. Natën e mirë, kalofshi mirë dhe ju përqafoj përzemërsisht. Horizont nga Leonard Koja në Window Radio.ai.